Temperaturat tepër të ulta në Ferizaj që në orët e mëngjesit vende zbritën deri në -20 shkallë Celsius, kam bërë që disa kompani të udhëzojnë punëtorët e tyre për kujdes të shtuar dhe kufizim të ekspozimit ndaj të ftohtit gjatë orarit të punës në të hapur. Nazim Aslani, ushtrues detyre në kompaninë e ujit Bifurkacioni, thot se kjo organizat nuk e ka ndonjë rregullore të veçantë për këtë çështje, por se ata bazohen vetëm në ligjin e punës dhe sipas rrethanave të motit. Ai thot se Bifurkacioni është përkujdesur që punëtorët t'i pajisë me veshje dhe mbathje adekuate për këtë sezon. Jo, na rregullore diçka të veçantë, domethënë përveç normal kontrata dhe ligji i punës, cila i specifikon gjitha ato sene, nuk kem. Mirë po, zakonisht në këto kushte dhe në rrethona, po edhe në kushte tjera kur ka sidomosvërshimet e këto, gjithmonë i kemi sugjeruar që të kenë një kujdes shtuar, megjithëse këto janë edhe persona që janë të moshës madhore, i dinë edhe rreziqet e të gjitha, po megjithatë kujdesin punë duhet më konë më shtuar. Kemë edhe ekipet e cilët mirëmbojnë në rrjetin ujësierësit të kanalizimit, edhe ato i kanë mosa të shtesë, sidomos të kona, po për fat mirë për momentin nuk kemi pas ndonjë prishje ose defekt që është dashur me intervenu patjetër sot, po punët vazhdojnë me intensitetin e përditshëm, për momentin nuk kemi ndonjë telashe diçka më të madhe. Por rroba të njëjta nuk kanë në kompaninë tjetër publike Pastërtia, punëtorët e së cilës intensitetin e shtuar të punës e kanë pikërisht në këto kohë me borë e akull, por edhe atyre u është kërkuar të shtojnë kujdesin. Në mëngjes kur kam ardhur, kemi pas vështirësitë me rrezin e automjeteve, edhe një tubim e kam marrë kështu blis tubim, domethënë të shkurt, e i kam njoftuar, i kam sugjeruar punëtorët që të keni kujdes. Është ftoft, është gjendje jo normale, ftoft, domethënë acari, por megjithatë ata janë vesh në ato mundësitë e veta, sepse edhe ne nuk kemi mund me plotësu kushtet si ata dojnë, sepse do t'i kenë teshat shumë trasha dhe po ja kemi bërë do teshat që ato mundohen që i përdorin edhe verës, sepse gjendja materiale dihet edhe e kompanisë edhe e punëtorëve. Por i kam sugjeruar që mundonu ka dalë mos u gotni punën me kry, por jo me çdo kusht me hi edhe në vendet ku s'muni me hi. Ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë i miratuar në Kuvendin e Kosovës më 16 maj të vitit 2013 nuk i specifikon në mënyrë të qartë masat për mbrojtjen e punëtorëve në rastet e ekspozimit ndaj temperaturave. Mirëpo, ky ligj obligon punëdhënësit që të vlerësojnë rrezikshmërinë që mund të paraqitet për punëtorë gjatë orarit të punës, si dhe i obligon ata që të ndërmarrin masa adekuate për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve të tyre.